Për sa kohë ishte brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri, ai u kthye në fenomenin e gjithë shqiptarëve anë mban botës. Po flasim për Gjestin, i cili nga ky format doli fitues dhe mori plot 100.000 euro. Por edhe pas këtij suksesi, fama e tij po vazhdon të rritet dita ditës. Teksa po vazhdon drama dhe mjegulla mbi raportin me Eglin, Gjestit nuk po i ndahet një roli në koncerte, atij të dashuruarit që i ka punët shumë keq. Këtë gjë ai e tha në një nga koncertet e tij të turit evropian. A jeni të vujt Allahile? Unë po. Pashallah unë jam të vujt. Fort bile. Shumë keq i kam punët. Është shprehur ai duke nxitur pikpyetje mbi arsyet se pse e thot ai një gjë të tillë. Disa nga fantat mendojnë se ka të bëjë në lidhje me Egli Takon, ku edhe gjatë qëndrimit në shtëpinë e famshme, u pa se lidhja e tyre do të kishte shumë ulje ngritje në çdo moment. Por se çfarë po ndodh, ata ende nuk po e tregojnë për publikun e tyre. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Gjesti është mjaft i angazhuar për koncertet anë mban botës, ndërsa Egli po punon shumë për projektet e saj muzikore.